Në parim, unë jam për zgjedhjet e rregullta parlamentare, por nëse vendoset që të mban edhe zgjedhjet e parakohshme, nuk përbën asnjë problem dhe jam i gatshëm. Kështu deklaroi kryetari i Kuvendit Afrim Gashi gjatë një brifingu me gazetarët, ku tha se mandati 4 vjeçar duhet të përfundojë dhe se zgjedhjet e parakohshme janë të kushtueshme. Ndërkash, pas 2 vite qeverisje, partnerët e koalicionit të VMRO, Vlen dhe Znam, vetëm se kanë filluar bisedimet për rikonstruimin e qeverisë. Për këtë, kryeministri Hristijan Mishkovski tha se bisedimet po zhvillohen në frymë konstruktive dhe paralajmëroi se ato do të vazhdojnë gjatë kësaj jave me pritshmëri që të përfundojnë deri në fundjavë. Takimet e para u zhvilluan në një atmosferë konstruktive. Gjatë kësaj jave do të kemi sërish takime dhe pret që ato të jenë përfundimtare, ndërsa gjatë fundjavës i gjithë procesi të formalizohet, si me emrat, ashtu edhe me detajet e tjera specifike. Ai shtoi se në kuadrat e këtyre bisedimeve është diskutuar edhe mundësia e ndryshimit të disa resorëve qeveritar.